thirrje e shenjtë për një mbrojtje të emanetit, ajo është mbrojtja e emanetit familjes. Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famëlart na tregon se familja nuk është pronë, është emanet për ty dhe për mua. Allahu në Kur'an thot: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju që keni besuar Allahun, ruani veten dhe familjen tuaj nga zjarri i xhehenemit. Mos harroni një fëmijë kur nuk do të kujtoj sa orë o bab ti ndershëm ke punu 30 vjet këtë dynjane ke hec. Kur nuk i intereson ajo, intereson sa kohë ke harxhu me fëmijën tënd ti. Sa kohë ke harxhu ti. Ne për krejt kemi kohë, veç për familjen nuk kemi kohë. Brezi e ekranit jemi ne, brezi i iPadit jemi ne, brezi i iPhone-it jemi ne. Prandaj ne po e humbim një brez sepse kemi leju që telefoni të zë vendin më të mirë të fëmija se sa zani i babës dhe nanës. Mun kujtohet gjyshi jem ku nuk kemi ullë në sofër në truez. Kur pa qenë gjithë në truez me fal akshamin për shkollës e me marr abdes me fal akshamin më hunë në sofër. Kur nuk kemi fillu na pa thonaj bismillah. O bab, kur ke thonë bismillah para veshit fëmijës tanë në truez? Njanin 4 kat, qetrin podrom, qetrin gjath, aj sendviqin goj, aj qetri atje, as ushimin se hanti me fëmijën tanë. Aj nuk e din bismillahin e babës dhe nanës, aj nuk e din elhamdulillahin e babës dhe nanës. Zani babës nuk është i dashur, zani nanës nuk është i dashur, zani YouTube-it, i filan këngës është i mirë, i filan artisti dhe artistës është e mirë, është kompenzu zani më i mirë i shejtanëve në fëmijën tonë, në veshin dhe zemrën se sa zani nanës dhe babës. Atë ka marrë malli me nguna herë zanin e nanës dhe babës. Instaloj e mrena. Një babë shumë punë, 60 vjetë, 70 vjetë në për gurbet, këtë jetër. U ullë tha, tash në penzion, ku i ka fëmijët kërkun? Erë një vajzë më e meshme, tha, o babë, ti 40 vjetë s'keje me neve. E tash krejt jemi daktis në për dynja, një në Amerikë, një në Evropë, një këtu. Thot, po ti 40 vjetë s'keje me neve. Qka po pret, na më konë me ty tash? Thot, ti në dhurove gjdo sen, veç kohë dhe momendjes në dhurove. Nuk në dhaje më të shenjtën fejen, dashurien, respektin, moralin. Në dhaje materjes, në dhaje fej. Një fëmi vogël. Bab, tha, sa i kisa hatin ti me punu? Thot, 20 euro. Okej. Një avdita i fëmija, 1 cent, 5 cent, 10 cent, 20. Bab, tha, nesër, tha, 1 orë du pi ty me nejtë me mu. Tha, pse? Tha, kam një pun, tha, shka banu mohabet, tha, t'jap 20 euro. Po vla, mëse humbni kohën. Shfrytëzone e vladin se e vladin nuk është mal, është emanet. Nuk blehet e vladin në pazar, s'ka çmim mberë sa kushton një vlad. Çdo sen ka çmim, e vladi është emanet. Me ta e fiton xhenetin, me ta e fiton xhehenemin, nëse nuk kujdesesh për te. Këqijat e ti, pasojat e ti janë shkak për me shku ti në xhehenem, ama dhe shkak për me shku në xhenet. Ky Islam na mëson me ndrejsh raportin me Allah dhe me Muhammed Mustafa, e pastaj na mëson me më të shtrenjtën me evladin. Nuk ndërtohet shoqëria pa ndërtu familja. Edhe rreziku më i madh është prishja e familjes, që shejtan dhe alatët e tyre mundohen sot që në trojet tona me prish termin familje. Nuk të arun familjen ty pas se Kurani dhe Sunneti, nuk të arun ty familjen pas se bindja në Allah. Ti që ke ardhë, ki bindje në Allah, lutë e Zotin o Allah, ruma familjen nga zjarmi i xhehenemit. O ju që keni besuar Allahun, ja ayyuhalladhina amanu, ku anfusakum, ruaj veten dhe familjen tënde nga zjarmi i xhehenemit, lën djeg se janë eshtrat e njerëzve që të digjen dhe putat gurzit nga gurzit e shkrin nga zjarri, ajo do të jetë lën djeg se Allah na ruajt nga zjarmi i xhehenemit. Allah i na ruajt evlatët tonë dhe familjet tona, Allah i na bëft nga ata që ne e kemi emanet e vladin, jo mal, nuk është mal e vladi. Është emanet që ta fitojmë dynjan dhe ahiretin, të jemi në shërbimin e Islamit dhe muslimanve, e lutim Zotin e madh në këtë kohë të fitneve të mëdha, ku ekranët televizive, ku rrjetet sociale i kemi më afër se prindërit, Allahu na ruaj nga fitnet, çdo fitnë që i servojnë ata për t'i devijuar rinin tonë. E lutim Allahun e madh që Allahu ta ban të dashur fjalën e tij dhe ta ban të dashur udhëzimin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam.